Klevjo 24 blinda. Klevjo është të kalum për mosa të rrezikshme të rritjes njerëz. Do me thonë, dje me një pikë kështë e këqyrë, i ka pas 30.000 shikus në live në TikTok. Broja ka rreziku vazhdimisht krejt jetën e ka pas, do me thonë, gamble. Edhe që tash është të ju shpagu big time kështu, se ju kanë lidh krejt sanet për një herë. Plus tash njerëzit kanë nisë me kuptu që nuk kemi të boj me një reper ordiner, mirë po flasim për një personazh legjitim i cili ftohet si subjekt me influencë të madhe në emisionin se ai te Grida Duma. Do me thonë, për masat e popularitetit ti i kanë te kalu barierat e paragjikimit duke i dhonë pushtet ekstra influencës ti. Plus fanbazën e ka shumë lojale, mas ne i pesh pagun vetën edhe me muzikë. Ngani, para se me vazhdu mos harroni, te Delta Group rjeti i pompave në krejt Kosovën 21 pika, sigurohuni munal me marrë naft aty edhe derivate se i kanë top kualitet. Tjetër, Babun Kosova. Babuni është aplikacioni, është edhe në Shqipëri, tash është edhe në Kosovë, krejt restorantet i keni që aty sahora ju vjen ushqimi, apo dhe në pe App Store-it e downloadoni, edhe zgjellni ku t'ju hohet. Tjetër, Easy posta Easy, posta ma kredibile në Kosovë, s'ka me postën Easy, do me thonë, super shërbim ndaj klientit edhe super shpejtësi në dërgesa. 24 blinda është vazhdimësi e gërshetimit vazhdueshëm që e gjejna në për projektet Klevjos mes lifestyle-it, rrugës, dashnis, eventeve ndryshme rreth jetës vet, po të cilat interpretohen me transparencë dhe një farë sinceritetit papam. Aktualisht është të lëviz si militant, me autoblinda, derisa është i kërcnu me jetë, e të njëjtën kohë nuk pënal punën as në biznes, as në muzikë. Interesante është storia komplet e Klevjos, unë e pak vonë jëm kyç me të, oqeanin këtu të na, do me thonë, ka në pucit me hi me ngu Klevjen edhe ma ka imponu ashtu me pas një qëndrim për të. Krejt qëto sene patëm me i diskutu me një podcast që patëm me bo bashk me Klevje. Në fakt, mirë po për arsye tjera nuk arritëm me materializu. Për ndryshe 24 autoblinda është definitivisht sa një ma Klevje i mëndshëm që kish mujt me ardhë prej Klevjës. Nuk ka kong të keqe Klevje. Tash më varet që ka po lyp. Për shembull, kur gjykoj, mundona me dalë për te shijes personale, Klevje ka super lap, se niva aty të thonë dikon që une nuk jam teknikash. Une pikën ma të fort e kom lapsen edhe absolutisht pajtona, njerëzit e dojnë Klevjen për shkak se është qaj që është, për shkak të lirikave ti edhe intelektit që e përfshine për tekstet e ti, edhe për shkak të sinceritetit ti, edhe për shkak të qësoj transparencës brutale që e ka në raport me audiencën e vetë. Nëse për shembull u çusët edhe vend të mëngjesit ordiner ka hongër pasol për mëngjes, ka me të kallëzu që ka hongër pasol edhe ka me të kallëzu banalisht për marrë si shembull. Do me thonë që ato e vlerësoj mas shumë të Klevjos. Në fund ditës, kredibiliteti është gjithçka me të besu në ato që ka po thu, me nej që ta shtën një farë doze mas nej të simpatisë si artist në audiencë, edhe Klevjo me nej që e maksimizon mas mire pikën e ti më të fort që e ka dhe që kjo ndikon mas shumë të taj me i të i kalu kufite e popularitetit lokal, do me thonë, është në Kosovë, është në Shqipëri, do me thonë, këndo që e vetë për Klevjen, që ta është super hot topic edhe trending, për ma shumë edhe muzika, po i ngohet te për shumë, po performën klabe, s'fund me e pat nejë në zonë, kështu që shout out Klevjes!